Miq të Pisk System, ju përshëndesim. Ja u takohemi sërish me Aleksin në vazhdim të temës që kemi bërë para një jave për sa i përket asaj se çka është e brendshmja dhe e jashtmja, materia dhe ajo që na gëzon më shumë ose që ne e kemi harruar, e kemi menjanuar dhe si japim atë rëndësinë e duhur të kënaqësive, të emocioneve dhe që ne të na plotësojë për të qenë të qetë me veten, të qenë të lumtur dhe mos kemi shumë pretendime që të krijojmë varësi për sa i përket pushteteve të ndryshme që në momentin që na ikin ato ose shohim një lëkundje, fillojmë pastaj nuk ndjehemi dhe mirë dhe nga ana e brendshme. Ne arritëm në konkluzion, Aleks, në bisedën e parë që bëm para një jave që ne kemi ndryshuar dhe le të themi dhe trajtën e bashkëbisedimeve që kemi pas bërë. Para 3 ditësh e bër. Para 3 ditësh. Po, e prishëm sa rradhe. Tani do të fillojmë nga tani e tutje të mërkurave. Po, se kishim kur patëm të premten e kemi thënë. Ishte premte. Ka qenë premte. Do vazhdojmë traditën tonë të mërkurave, por vetë njeriu është i predispozuar që se si është ndërtuar bota që të hidhet edhe tek ajo se çka është e jashtmja, tek materia. Dhe unë sot do doja që ta orientojmë bisedën te një nga pushtetet, siç është pjesë e materjes, që është paraja. Jo paraja. Na ka marrë më qafë gjithë. Pra, paraja në vetvete është edhe një mjet që deri diku e ndihmon edhe të brendshmën, në kuptimin që edhe pa para nuk bëhet. Po normal. Por jemi dhe fizik. Çështja është pastaj nëse krijohet varësi tek ajo, që fokusi dhe syri, mendja dhe shpirti ushqehet me atë, pastaj ajo kthehet në diçka në dëmshme në pikë pari tek njerëzit që të rrethojnë, por tek vetja në një moment të dytë. Nuk di, si mund ta bëjmë një zbërthim të pushtetit paras. Si e mbërthem paraja njeriu? Ideja paras nisi si një mënyrë kontrolli dhe ajo, si shumë gjëra tjera, është dhe paraja. Se dikur neve kishim kështu që nuk qarkullon të para, edhe ti bëje shkëmbim cent për cent, unë t'japi palë këpuc, ti m'jepi i shall. Kështu siç ndodhte edhe direkte mbas luftës së dytë. Kështu funksiononte. Edhe pas luftës së dytë. Po, direkte. Po se u prish gjithë sistemi monetar, aty nuk ekzistonte asgjë më në rregull. Edhe kjo ishte si mjet shkëmbimi. Po kur u fut paraja pastaj, ajo shtypur, monedha, letra, me këto me radhë, aty filluan gjërat pastaj morën për keq. Se njerëzit nuk u mjaftuan thjesht që ta përdorëshin paran për të shërbyer nevojat personale, ato që ti ke nevojë realisht në të përditshmën tënde, po kaloj pastaj për të patur sa më shumë, kalum domethënë në pangopsi. Oke, kam unë një dyqan, thot ai tjetri, po mecën mirë. Mblodha gjithë ato para me këtë dyqan këtu, po hap dhe një të dytë. Nga i dyti kalet dhe ky i treti, pastaj bëhem una kryetar kompanie. Tani ky kalimi, ky zgjerimi që bën dikush, që i futet kësaj rruge, për çfarë realisht i shërben? Okej, fitojnë më shumë, po ti si ke nevojë ato më shumë. E megjithatë të është kthyer në qëllim ajo të blet sa më shumë. Po, e qartë. Po pse njeriu do të jetë ai që do të jetë i mjaftueshëm me aq sa është nevoja? Po besoj se po. Është më i lirë, është më i qetë, është më i përqendruar. Pra të skllavëron deri diku edhe paraja, ti bësh sklav i saj? Po, nëse ti mbledh bësh rob, le të themi. Rob, patjetër. Po. Nëse nga momenti domethënë që ti mbledh më shumë se ç'të nevojitet, ajo të kthehet një barr pastaj në një pesh. Ku di sa të nevojitet për shembull? Ku e di vetë njeriu se sa i nevojitet? Po i shikonte nevojat që ke në të përditshmën. Po nesër të del diçka e papritur. Ti se ke edhe paran që ty të ka plotësuar nevojën derisa ishe dje. Ku do të përplasesh? Tani ka gjëra të papritura dalin sepse jeta është me surpriza. Prandaj edhe vetë njeriu ndoshta krijon mundësi për të ecur më përpara, për të krijuar sa më shumë resurse, për të mbledhur më shumë para që nesër të jetë i qetë për t'u përgjigjur edhe të papriturave.
Po ideja është se këto kanë kapërcyer dhe atë cakun e qenurit të qetë. Domethënë e kanë atë mundësi për të mbuluar ato problemet e papritura që mund të dalin. E kanë kapërcyer shumë më shumë atë pjesë, edhe megjithatë janë aty, synimi i tyre është të mbledhin sa më shumë. Aty pastaj ka kaluar në smundje ajo. Je i varur. Si dikush është i varur nga cigaria për shembull, nga alkooli. Edhe kjo paraja është ndikim dhe ajo. Të krijon varësi. Kur nuk e shikon si mjet, po te koka jote ke kthyer në qëllim, aty pastaj fillon problemi. Ku kalon në qëllim. Qëllimi im është tani unë të zgjerojmë sa më shumë, të mbledh sa më shumë. Po ja mbledh sa më shumë apo. Çfarë do bësh? Është marrëzi. Më dhe njeriu çmendet realisht. Paraja të çmend. Po i kushtoj më shumë rëndësi se ç'i takon. Të nxjerr nga binarët fare, kupton? Nga momenti për shembull që njeriu ka shumë pushtet monetar po kapim. Po, monetar, për atë e kemi sot, ndoshta në vazhdim në temat e tjera ose në ditët e tjera do të flasim për një pushtet tjetër ndoshta. Po, janë disa lloje pushtetesh. Tani po i qëndrojmë sa të paras. Nga momenti që dikush ka më shumë para se që nevojitet, ai fillon edhe ndodh diçka tek psikoza e tij, domethënë fillon të poson një ndryshim, transformohet si njeri. Në ç'kuptim si transformohet? Që ta kuptosh më saktë, po bëj këtë parantezën. Paraja realisht nuk është se të pasuron. Paraja të ekspozon. Si? Është mjeti që ty të bën të nxjerrësh në pa atë që ti realisht je. Do ta provosh njëri nëse është i standardave, i rregullave, i parimeve, i gjitha gjërave. Po nuk ka fuqi monetare, jepi atij parati, edhe do e shikosh brenda disa ditëve si do transformohet. Do jetë ai njeriu ai i thjeshti, ai i porulur, ai që nuk i dëgjohet zëri, i qeti, apo do kaloj në një lloj shpërfytyrimi, do dali në pa një karakter tjetër që neve deri dje nuk e dinim. Po nëse një njeri të ndodhe e kundërta, e ka pushtetin e paras, edhe në momentin që i hiqet pushteti i paras, çfarë ndodh me të? Ai pastaj varet se sa i ndikuar ishte nga pushteti i paras. Po nëse është ndikuar. Ai pastaj këtu futemi në forma psikologjike tani, ai poson dëm të madh. Sepse është sikur të bie nga një distancë e largët në ajër e të plasin tokët e shpërthej. Kështu janë këta tipat. Kështu e shohin vetëm, a? Sepse mbajnë veten aq lart, aq të paprekshëm. Një filantrop i madh tu shqiptar që ka bërë dhe libra, është rast suksesi edhe nëpër botë, madje morën në konferenca ndryshme që tregon për historitë e suksesit të tij. Një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri ka thënë që tek një pyetje që bën një gazetar, i thotë që si ka mundësi që ti je super miliarderi më i madh në Shqipëri dhe jo vetëm. Si ka mundësi që ti vazhdon akoma punon, domethënë me më shumë energji dhe më shumë përkushtim se sa në vitet e mëparshme. Dhe ka thënë një përgjigje ku thotë që unë në momentin që do të ndal të së punuari dhe menduari për të rritur akoma më shumë, në atë moment unë do filloj që të zhbëhem. Pra, sa më lart ngjitesh, aq më shumë është risku që ti të humbasësh gjithë ato që ke ndërtuar. Po. Ja, rast tipik është kjo që po the. Janë kësaj pra që i futen asaj të gjës. Pra, është edhe kjo, pra, në kuptimin që dikush ka bërë një pasuri, ka bërë një pushtet të tij, që një ditë po të heqi dorë nga ajo, ekziston mundësia që të shembet të gjitha, dhe të bie ashtu si shteti nga një lartësi e madhe pastaj. Po son të njëjtën gjë që do posoj dikush që ndërpresi drogën, që i bie me shiring. Po. Do filloj të dridhet. Ti dhemi kockat. Po të njëjtën gjë, ka siç e ka droga, e ka dhe paraja, domethënë atë. Po është varësi, paraja është drogë më vete. Drogë është ajo. Çfarë është ajo që gjithçka që të krijon varësi, është një lloj droge. Më thotë droga nuk është vetëm fizike, është psikologjike. Kjo është drogë psikologjike. Të ngulitet në kokë aq keqe, domethënë, të kthehet në qëllim vetëm të mbledhesh, domethënë, edhe dalim te konkluzioni që nuk është se po të shërben ty paraja. Ti je duke i shërbyer paras. Se si tha ky rasti që përmendet tani ti, un po ndalova një ditë domethënë së riprodhuar para vazhdimisht, un fillova bëhem keq e bër. Se është kthyer në mision, është kthyer në qëllim.
Vetëm të mblidhi, po ta ndaloshi çik prit. Ai se ku po vrapon me të shpejt tani, edhe ti po shkon ta logjikosh ato, po prit të ndalo, ku po shkon, kush është qëllimi jot, ku do të dalësh. Ai thotë ik, jo se mos më fol se jam përqendruar atje dhe vazhdon të vrapon ai akoma. Kështu janë edhe këta. Është i smur, mund të konsiderojë njëri në këtë lloj varësie me parën, mund konsiderohet i smur? Po, duhet të ekzistojë një institucion që merr përsipër këta që smuren nga paraja. Që ti mori parat. Këto që shkallojnë nga paraja, malla. Po. Ti do të jesh mirë, po, do të marrë disa para, a ndjet do nëse një nga këta njerëz ka këtë lloj ngarkese dhe nuk ndjet mirë, nëse ti merr para ti, a mundet që ti lehtësohet kjo barra ngarkesa domethënë? Nëse i merr para ti, po. Kush bëre do bëhet më keq edhe. Ai do tërbohet, ai do të haj. Çfarë fol ti apo? Edhe këta që janë më shumë, që kanë më shumë para, këta janë kornacët më të mëdhenj. Po. Këta e thon gjithë. Si ka mundësi? Si shpjegohet kjo? Si shpjegohet kjo? Si shpjegohet, sepse ka kaluar falin 50 lekë s'ta falin atë. E kanë kthyer në idhull paran. Zoti i tyre është paraja bër. Nuk po ja prek atë e marrin personale direkte. Si ka mundësi që gjithta edhe nëpër botë që kanë pushtetin e parës, që kanë shumë para, kanë probleme ndryshme, qoftë familjare, qoftë me fëmijët, qoftë me gruan, qoftë me prindërit, me njerëz të tyre të afërt. Po pra, se kanë humbur dhe qëllimet e tjera që ka kjo jetë. Dhe janë përqendruar vetëm te njëra. Po mirë, si ka mundësi? Ne këtë e shohim si shembull, na jep mesazhin që njëri që ka këtë lloj pushteti, por nuk ka mirë të brendshme, pra harmoninë, kulturinë. Ne kur e shohim, po prap ne vazhdojmë të ecim me vrap për te paraja. Po. Si shpjegohet? Po sepse është ajo ideja që duhet t'i thym dhe neve një herë turin që ta kuptojmë që është gabim. Do të mund djegë edhe një nga qulli që t'i frym kosit. Po, fiks. Po tani janë dhe disa gjëra që nuk është nevojë ti provosh patjetër për të kuptuar domethënë që ajo është e gabuar. Ja e kaloi ai atë historinë atje. I ka të gjitha, nuk i mungon asgjë nga ana materiale, po nga ana familjare është bosh. S'ka komunikim me gruan, s'ka komunikim me fëmijët. I ka dalë çuni beqë, kështu beqir. I del bëhet shoqërohet me beqirin. Po. Edhe i rrof paraja ti pastaj. Ndërkohë që ka lënë gjërat më jetike, që është marrëdhënia e shëndosh familjare, e ka lënë pas. Edhe përqendrohet aty ai. Po mirë ja, mblidhu, fryu aty, dhlitu aty në para, edhe pastaj? E ka para, ka pushtet. Aty e kupton që nuk është lumturi i paraja. Ata që s'e kanë provuar thonë, as ato lumtur janë ata që kanë ato para, ata lekun e madh. Imagjino çfarë thotë ai. A bën gjumë rehat ata që kanë para shumë? Rehat nuk e diskutoj fare që e bëjnë, po ajo që diskutoj është e bën rehatë? Që nuk e bën rehat. Që nuk e bën, këtë pjesë nuk e diskutoj fare. Ajo që diskutoj është a mund të flenë një orë brenda 24 orësh. Imagjino ata i kanë marrë mallë që të flenë gjumë herë, flenë herë. Këtë diskutoj. A mund të bëjnë një orë gjumë, jo 2 orë, se 2 orë është okay ai, po 1 orë gjumë brenda 24 orëshit. Ai është shpërndar komplet alla. Domethënë po të futesh në psikologjia këtyre tipave. Kan frikë ato? Vampirëve të paras, vazhdimisht me frikë ato. Kan frikë, a? Po, frikë më të madhe ata e kanë. Se gjithë shpresën, gjithë dashurinë, gjithë qëllimin, gjithë energjinë e kanë aty. Janë burgosur? Po, fiks, burgosur janë ata. Ata janë të lidhur me zinxhire të padukshme, me pranga të padukshme, që quhet para. Po pastaj kjo të çon pastaj që ti të merresh edhe me gjëra të tjera për t'i dhënë vetes ngarkesa të tjera që mos mbash gjithmonë të peshën e kësaj, domethënë të lloj burgosje. Që bën pastaj fillojnë me alkoolin, fillojnë me Po diku do shpërthejnë ato pastaj. Tani ai që ka gjendje të mirë financiare, ai s'shkon te alkooli, ai shkon te këto plurat pastaj, këto të shtrenjtat. E aty fillon pastaj gradualisht katrohet çdo gjë. Kupton se ajo nuk është zgjidhje. Po mirë. I njëri thjesht, për shembull, që është njëri që është i devotshëm, është shumë familjar, e ka dhe anën e brendshme, ka të fortë, ka të mirë, domethënë, është i kënaqur me veten. Po është një njëri që edhe punon. Po. Por prej ditësh, prej kohësh, vazhdon pastaj gradualisht e gjithë gjëja, se edhe kjo vjen në mënyrë graduale, nuk është se vjen direkt me njëherë. Po normale, ashtu vjen. Por sa arrin ta kuptojë valla, e sheh veten mbas disa kohësh që ka krijuar varësi ndaj paras. Pra, si mundet një njeri që është shumë korrekt, mban një të mesme të artë, të baraspeshuar që edhe punon, lufton, e ka mjet të domosdoshëm paran,
për të jetuar, por e ka dhe pjesën tjetër të brendshme, e ka mirë, është mirë. Po si ta arrit ta kontrolloj veten ai pra, që mos bie prej kësaj? A ka një formë sipas teje? Po tani këtë llogari e bën vetë secili, e shikon që deri këtu ku jam më shërben. Kur e ka përcen, e shikon diçka po ndryshon, që nuk është gjë e mirë. Aty e dallon dhe të rriqet pastaj. Po çështja është do të rriqet apo do vazhdoj të jetë i dehur dhe të joshet mas paras. Pse i vjen kjo shenja thua ti? Çdo kujt? Po prishin ato balancat që the. Që si për shembull? Deri dje kishin kontroll. Po ndoshta se kupton pra për shembull, të pjesën e prishjes balancave, veç kur shef pastaj përfundimin që ka shkuar që ka krijuar varësinë. E kuptojnë, po vetë i pëlqen që të lëshohen. I pëlqen, ëh? I ëmbëlson ajo gjëja. Është si puna kazinos o burr. Fitove ti sot, u sa mirë do fitoj edhe nesër. Dhe shkon pastaj vetëm zhytë. I humbet ato që fitove edhe dje, edhe sot, aty ti bëhesh më agresiv. Duhet të kap ato që humba të paktën. I kap ti ato që humbe, ke edhe në një fitim më tepër, për të kapet edhe çik më tepër që të kem të shty. Edhe më është një rreth vicioz ky, është një vazhdim brenda një cikli që s'ka fund. Aty po u futet pastaj është një si vorbull, po u fut aty pastaj vetëm në mrekulli po dole. Ktu pastaj futet edhe roli i gruas të shëndosh mendërisht, shpirtërisht e gjitha, që balancon shëndetin psikologjik të burrit. Që i flet i bën, luan shumë rol pozitiv një grua e mirë në shtëpi, që ta frenoj burrin kur fillon të kapacet. Grua e mirë do të ishte ajo që do t'i fliste, apo ajo që do ta lindte aty do t'ikte? Ajo që do t'i fliste, ajo që do përpiqet ta sitë vetë. Nuk e dëgjon ai, se është i verbër nga pjesët e tjera, sheh vetëm atë gjë. Tani nëse e ka tentuar disa herë pastaj. Po i konsumoj gjitha përpjekjet, edhe nuk bëhet gjë, pastaj ai ka firmosur shkatrimin e familjes. Është e pashmangshme ajo. Pra, nëse kjo grua familjare bashkë me fëmijët do vazhdonte të qëndronte akoma edhe person që ka krijuar këtë lloj varësie, do të ishte më mirë që të qëndronte me të, të shkatronte edhe familjen, fëmijët që të merreshin po rrugën e këtij apo të largohej. Siç e thash, këta janë raste kështu pastaj që kanë këto ai quhet drogmena. Edhe një pjesëtar i familjes që t'jeti tillë, ai prish gjithë balancën. Edhe zgjidhja është largimi, se sa më shumë të qëndrosh, aq më shumë dëmi do përhapet. Jo vetëm do thellohet, por do përhapet në. Po se ndikon ajo pastaj edhe te pjesëtarët e tjerë të familjes. Pjesëtarët e tjerë. Kupton, dhe zgjidhja do ishte që të largoheshin. Se s'mund të qëndrosh afër një zjarri, do digjesh, do të rriqesh, do kesh një distancë. Edhe kemi këto tragjedirat të plot pastaj. Pak familje janë shkatruar për nga që hyri paraja e panevojshme në mes. Po, do të njeriu do të njohë saqet e veta. Të jetë vigjilent burr, të jetë aty i përqendruar. Tani po e humbi përqendrimin sepse ti tani u helmove atje tu prish mendja nga sirena që quhet para, aty pastaj iket ti, rrëshkite. Edhe përfundon pastaj edhe mund të lypësh fund fare. Do nga një njeri me pushtet shumë lart, me paran, shkojnë deri në lypje më burr. Kam parë vetë persona, më kishte thënë një njëri, shef ata aty tho, atje në qendër. Ai kishte para këtu te kokën thoshte. Edhe shikoj këtë tani. Erdhën gjërat ashtu siç erdhën rrethanat. Po më thanë që s'kishte edhe gru të mirë ky. Erdhën gjërat, vinë gjërat apo i çon vet njeriu me dorën e vet, me mendjen e vet. Sigurisht që njeriu me pakujdesinë e vet, me zgjedhjet e gabuara që bën. Bon, diku nuk e pati atë përqendrimin që të bënte të shtypti frenalla. Po. Pra, ne me ato siç kanë ndodhur në jetë, me gjërat që kalojmë, janë gjëra që ne i kemi zgjedh vetë në momente ndryshme për ato siç ka arrim në fund të një përfundimi, rrugtimi. Gjithmonë. Apo është se kështu erdhën dhe rrollën gjërat, siç përdoret si shprehje zakonisht që thuhet. Jo, po nuk vjen ashtu rastësisht gjërat. Gjërat, domethënë, njeriu do të jetë koshient dhe të mbajë përgjegjësi për zgjedhjet që bën. Vuajmë pasojat ose gëzojmë pasojat e zgjedhjeve që bëjmë. Domethënë, çdo gjë është ajo që kemi bërë. Si duket diku gjatë rrugës nuk u mor vendimi i duhur. Unë nxitova, u josha, u mashtrova, u gënjeva. Po ti nga momenti që e kupton të rriqe më burr. Kjo është e keqja që shumica nuk të rriqen. Kam aty në lagje unë një rast atje unë që ishte marrë kështu me plura, i shiste bënte. Ka ndërtuar i vil aty, ai super vil.
i ka të gjitha kushtet, makinën e vet, gruan, kalamojt. Ky u tërhoq. Se e mora vesh atje. Ky është nga ata që u tërhoq. Domethënë i tha stop, se e dinte që po të shkonte më tutje. Do të kesh karakter të fortë. Ky është nga ato tipet me karakter të fortë. Edhe domethënë u gëzova kur e mora vesh si rast. Se duhet të jesh vërtet me karakter. Po u gëzova valla se okay. Ç'të lidh ti me të për shemb. Jo, u gëzovem për një njerëz që del nga rreziku. Doli domethënë nga ajo gjëja që s'kishe për të dalë, po të thellosh më shumë. Edhe u gëzova për një unë kam komshi atë, po kushdo që të ishte, do gëzohesh sepse i tha stop një gjë që është shumica nuk e bën. Kupton, e kanë shumë të vështirë me bë. Pra, kjo tregon që nuk është e pamundur për të realizuar. Po patjetër është e pamundur. Për të tërhequr nga një vendim i gabuar. Vullneti i lirë është fuqia më e madhe që ka njeriu. Po çfarë e bllokon njeriu që mos e marrë këtë vullnet? Ëmbëlsohet, gënjet. Është shumë e rrezikshme paraja. Diku sikur e kisha lexuar me një vend aty është sikur të ka kafshu gjarpri valla, helmi i gjarprit. Për para, në? Të mpin o burr, kalon në faza tjera njeriu, është transformim i gjallë. Atë që të bën paraja, s'ta bën as gruaja. Edhe gruaja ta bën fakt. Të dyja të rrezikshme janë. Rrim si lirë të pa martuar. Nëse kjo ishte sa për pak humor, domun, po ka dhe raste nga ato që ka gratë këqija, se ka dhe gratë mira pastaj. Ka dhe gratë mira, po. Jo, edhe gratë këqija nuk ka gra me vese të këqija. Që si duan burrat, edhe po nga momenti që si dua, pastaj i thotë minutë. Olex, ç'a mund sugjeroje ti për një njerëz që ndoshta po na dëgjon, edhe po e shekte video si rastësisht ja ka çuar dikush ose qëlloj që e pa, që thotë, ore, pëjtë si po flet për mu. Dhe kam edhe unë nga gjë. E përshë njëri që po derdhë të gjithë e thotë, oke. Gjendën në këta halë? Jam ai, do në thëmë, bravo, quna, më keni prek telat. Tani, si mundet, qa du të bëj dikush, Zdi dali, nuk di dali, qa du të bëj? Do më thënë është në atë fazë aty ku ai e shikon si të pamundur kthimin, që të bëj atë ndryshimin e madh. Vesin pra, të heqë dorë nga vesi. Nga varësia. Ajo, shiko, një njeri që është i varur nga paraja, këtu bëhet fjalë edhe për një lloj dashurie që ai ka për paran. Ai është dashuruar me paran. Po çfarë do të bëjë? Çfarë do të sugjerojë të dashurohet me çfarë dashurohet diçka tjetër, se duhet ta zëvendësoj dashurinë, le të them. Po, gozha me gozh del. Domethënë duhet patjetër një diçka që ta doj të filloj drogën. Po aq sa donte këtë ta zëvendësoj njërin dashuri me një dashuri tjetër. Jo, të filloj drogën, filloj ves tjetër, i varësi tjetër. Po jo, po e tham ajo nuk u zgjidhja burr. Po, aty pastaj çfarë do të bëj tjetër? Thjesht ti ke një harres për momentin, si ilaçi që merr në farmaci, mbyll një vrim pa hapi vrim tjetër. Edhe këto shkojnë blejnë akoma. Do flasim për ilaçet i ditë. Do flasim ditë për varësinë e ilaçeve. Si janë dhe me të futme edhe këto. Na e kujton, po. Po pasurojnë e brend. Aha. Do ta zëvendësoj me diçka tjetër, me diçka po të fuqishme. U fika jo? Ne na ngjuan. Shiko tani, po të mendosh, dashuri më të madhe për para në këtë botë që komandohet nga paraja. Për mendimin tim është vetëm Zoti dashuria më e madhe për paran, që është mbi paran. Se edhe paraja quhet një zot i vogël i kësaj bote. Sepse lidhet me pushtetin, autoritetin, bën çat dush, paralla, kupton, hidhesh aty, je kështu i lirshëm. Duhet ta zëvendësosh me Zotin e Madh. Të besosh tek ai. Ja, domosdoshmërisht do të dilim aty, sepse vetë ma bëre pyetjen se kush është ajo që okay, jam dakord. Që e mbyt. Jam dakord pse po më kthehesh mua tani, domosdoshmërisht do dilim aty. Ajo është. Po lidhen tani këtë gjë, çfarë gjithë thelbi i kësaj gjës është ajo është, edhe normalisht edhe këto janë një formë apo tjetër, janë disa sprova që vetë Zoti i ka kriju në këtë jetë për të parë se ku do të shkojë njeriu i tij, krijesa e tij. Do të shkojë, do ta hajte karremin, le të themi, domethënë. I ka lejuar të ekzistojnë shumë lloj shpërqendrimesh në këtë jetë, në këtë botë. Jo se i bekon, po i ka lejuar që të shohë ty çfarë do zgjedhësh në fund fare. Në pjesën e asaj siç ka gjithmonë njerëzit e bëjnë si pikpyetje, thonë që mirë, na krijoi ne. Pastaj ka lënë vullnetin e lirë. Ja, por ky është vullneti i lirë. Po. E pastaj do bëjmë pasojat ose do gëzojmë pasojat e vullnetit të lirë. Kjo është pra njeriu që është i lirë, edhe nga vetë Zoti është i lirë, në kuptimin që kjo është e bukur, liria. Liria. Po nga momenti që abuzojmë me lirinë neve dhe bëjmë ato zgjedhjet e gabuara,
ai thotë ore unë këtu jam. Unë kam bë, ty i kam bë të gjitha. Unë po premtoj ty për jetësinë. Ti shkon te paraja që të premton të përkoshmen. Po ti je i marrë, po çfarë them më pastaj. Prandaj po them që të dalësh që andej, duhet të dashurosh diçka që qëndron mbi atë dhe mbi gjithçka tjetër. Sepse do që të mbushet, ai është mbushur me helmin e paras. Okej, ja u zbraza, i bëri këtë shplarin, e nxori ai boshllëku është mësuar që të mbushet. Po këtë herë jo me param, po duhet diçka tjetër tani që ta kompensoj atë boshllëkun që u shkaktua me kjo. Që të dalin nga kjo duhet të futet diku tjetër, që të zbrazet nga kjo duhet të mbushet me diçka tjetër. Tani përgjigjja kjo është. Këtë di unë. Tani nëse dini ju diçka tjetër, na e thoni me komente. Kupton që të hapim një syt, ndoshta. Kupton se tani edhe se mos më në Europë sikur po e bëjmë të podcast të bashkëbisedim për të thënë njerëzve që kush ka parat na japin. Paraja nuk është e keqe në vetë që mos ta bëjmë shumë gojë. Po që ta kthejmë pak edhe më kështu si i bie që të jemi njerëz gjithë të kthehen, mos shkojnë punojnë, mos krijojnë ëndra të vetat për me ecur me përparuar, për të shkuar nivel tjetër, por gjithmonë do të jemi vigjilent. Nuk është gjë e keqe të synoj dikush të eci përpara, domethënë që të ketë të ardhura dhe më të mira. Të japim edhe mesazhin e mirë. Po, nuk është se po e dënojmë këtë pjesë. Pa ajo që po themi është mos të kalojnë në diçka absolute. Po s'është i fije që e ndan, aty është po rrëshqitë. Tamam i fije është ajo. Do shumë kujdes, domethënë mos kalosh të kapërcesh ajo pjesa gabuar aty pastaj. Nga momenti që kthehet në synim, në qëllim, bëhet absolute, aty pastaj e ke humbur filmin. Aty domethënë ka dalur nga misioni para që do të shërbej. Po i shërbej. Për këtë kisha edhe pak më lart unë. Si mund ta ruajmë atë? Si mund të ruhet kjo? Që mos më kalu. Po njeriu duhet ta vozhgojë veten e vet. Mos vozhgojë vetëm çfarë ndodh te komshiu e çfarë bëhet aty jashtë. Dhe kamer ta mbaj gjithmonë kështu. Jo, ta ndjekë valla veten e vet, ta vozhgojë. E mira është për shembull mund të përdorin edhe këtë taktik ose praktik. Bravo. Kur përfundon dita, jemi në një moment në dhomën tonë qet, natën atje që s'ka zhurma, s'ka, kufizohen deri ashtu. Që mos shpërqendrojnë. Mblidhe çik veten, ulu me një cep atje dhe mendo ç'a bëra unë sot. Pati dobi koha që unë konsumova këtu me atë me X njërën gjë, dhe bën një llogari, bën një inventar të ditës. Këtu e të prova, këtu e shkela, këtu bëra mirë, deri këtu ishte. Domethënë fillon edhe i bën një renditje gjërave që bër gjatë gjithë ditës. Aty e shikon. Me këtë veprova mirë, këtë e veprova keq. Do kujdesem që nesër pas nesër s'do e përsëris. Domethënë ketë një vet kontroll njeriu. Është e lejueshme kjo, Alex, për ta bërë? Po normal njeriu është mbikëqyrës i vetes. Siç këta duan mbikëqyrin edhe me këto digital, me këto për na fusin, njeriu do ta bëj këtë punë tek vetja vet. Të mbikëqyri, ti e bën tek vetja vet, e bën Alex? Po përpiqem ta bëj, kupton se pavarësisht se ajo është pjesë e vështirë në fakt. Është vështirë, kjo do e dile. Po është e vështirë. Është e vështirë. Pse? Ç'a e bën vështirë? Po se ka një diçka. Se njeriu ka atë egon. Na karakterizon krenaria, kemi egoizëm, ajo na prish shumë punëve. Ç'do thotë? Do thënë ajo na prish ato që gjërat që shohin qartë. Për mos më bërë këtë le të themi, po përgjigje kundër përgjigje për veten. Po se kur bëjmë atë në llogarie le të themi, ku diun si mund ta quajmë. Të zbrazje. Të pengon në momentin që ti kur ti bësh në fund të ditës atë inventarin atje, sepse kam gjetur një diçka, kush është gënjeshtra më e rrezikshme që ekziston. Nuk është ajo që na thot ai tjetri. Është ajo që i themi vetes. Ajo është gënjeshtra më e rrezikshme, sepse unë supozoj që ja du të mirën vetes time. Po aty pa kuptuar, ti po ushqen egon tënde. Po ushqen diçka që nuk është reale. Po sepse ti ja do të mirën vetes, po ja fut vetes dhe pranon më kollaj. Atë që i ti po duke ja fut më keq sa ai që mendon që ta fusi ti ose ta ka fut ty. Po, për ne është kjo rrezikshme më burr, kupton? Prandaj ç'a ndodh? Është më mirë, domethënë konkluzioni i kësaj, përgjigjja e kësaj është më mirë ta fusi dikush tjetër sa t'ia fusësh vetes. Po, sepse ai tjetër thu pastaj që okay, ma kishe me të futme, kush është fundja fundit, s'më njeh, s'ma do të mirën, ka xhelozi, inat. Kurse kur vjen puna te vetja, ti nuk e dyshon këtë pjesë. Vjen si përshpëritje ato mendim ti je kështu, ti je ashtu, je kështu, nuk je si tjerët, je më i mirë, më i shkathët. Të flet më shumë ego sa ndërgjegja. Po, ti je duke ushqyer egon ato momente. Është garë egoja me ndërgjegjen? Po, patjetër. Këto të dyja janë në përplasje. Gjithmonë. Sepse pjesa e egos nuk është e natyrës tonë. Ajo erdhi më mbrapa, mbas rënjes.
që ndodhi që në fillim, Adami dhe Evën. Edhe quhet ai që quhet subconscience. Aty përqendrohen subconscience që përdoret dhe si term shumë kjo. Po, aty depozitojnë gjitha subconscience. Po, depozitojnë gjitha gjëra negative atje. Krenaria, lakmia, smira, xhelozia, në subconscience kemi të gjitha këto neve atje. Edhe dalin her pas here. Po që ndërgjegje çfarë kemi? Të ndërgjegje kemi drejtësinë, mirësinë, rregullsinë, altruizmin. Do të thotë kjo është ana e mirë e gjërave. Do të thotë kemi dy botë të ndryshme, secili në kokën e vet. Përplasi gjithmonë. Po. Kush dominon më shumë? Le të themi në këtë jetë sot, në këtë ditë që jetojmë, në shoqërinë tonë, kush dominon më shumë, egoja apo ndërgjegja? Egoja sigurisht. Egoja. Po shohin për masat frikshme gjithandej. Por që se mos ta lej mangut këtë, ajo është pjesa se si mund ta bëjmë dallimin që theth çpari tek kur bëhet kjo diskutim me veten. Po. Që mos të gënjesh nga vetja, duhet vetëm një gjë. Duhet të jesh i sinqert me veten. Duhet të jesh njëri i sinqert në radhë parë me ti me veten tënde. Që edhe kur të vijë ajo. Pse edhe me veten si jemi sinqert ne? Po e di ti kush është armiku kryesor i njeriu? Vetja pra. Vetja është. Armiku i parë i njeriu është vetja. Po. Armiku i dytë është bota që na rrethon, mentaliteti, shoqëria që ka mendime kështu që të sulmojnë të bëjnë. Kurse i treti është vetë djalli, që përdor ato dy të parat. Dy të parat. Ai pa qenë duke ne atje. Ai është i treti. I pari miner. Po. Ai duke shijuar atje të fut nga tres me veten, futet me botën që të rrethon edhe. Po. Ai kur fut çfarë bën, është nona e këtyre gjonave më burr. Të ngataron me veten, të ngataron edhe me të tjerët. Edhe kështu. Nga momenti që njeriu që është ka mbotë pyetën, më mirë vetëm apo tek pull. Po pra. Kjo është sigurisht kur je me vetëm, pastaj kush është më nga tres, të fut nga tres, më mirë është kur je tek pull, po. Më mirë kur je tek pull, po ti je vetëm, futet djalli që të fut nga tres me veten. Po më. Edhe ti smerresh vesh me veten, pastaj thua, "Ora jam vetëm apo jam tek pull pastaj." Ne shpesh mendojmë se është tek pull se sa ti je me veten. Po. Vetëm. Ne shpesh mendojmë se diskutojmë me veten tonë. Me veten, kur je vetëm me veten, është edhe djalli që është ani. Kur je tek pull, je tek pull. Je s'ka as je vetëm. Ne zgjidhëm të mohabete. Fala bojnë Ledionit kudo ku është. Kjo, kështu mund ta dallojmë neve nëse jemi aty ku duhet apo e kemi ka përcyer cakun. Domethënë ti je i sinqert me veten. Mos ti bësh qefin vetes, po ti je i drejt me veten tënde radh parë. Po je i sinqert dhe i drejt me veten tënde, do jesh i sinqert dhe i drejt me të gjithë të tjerët. Po kur ta bën qefin të tjerët? Edhe kjo është rrezikshme apo është më shumë rrezikshme kur i bën qefin vetes? Të dyja janë të rrezikshme, po neve ja kemi bërë njëherë qefin vetes dhe thjesht presim konfirmimin ndaj bëjë tjetër. Aty pastaj plotësohet rreziku, bëhet kështu dobi. Po presim konfirmimin. Po kur ta bën dikush ti si e ke bërë qefin vetes, ta bën dikush qefin ty edhe ti pastaj konfirmon me veten. Ndoshta ti si ke pas mendje këtë gjë. Shiko, e mira është të vazhdosh mos ta kesh në mendje. Edhe sikur të bëj dikush një kompliment, e mira është ta harosh. Po ti je një bazik i thjeshtë, ose normalisht edhe vetë natyrë njerëzore ka pak nevojë le të themi për ngjyresa të tjera që të vlerësohet. Pse kush do njëri që s'do donte të kishte një lloj dozë vlerësimi, ëh? Dozë vlerësimi. S'besoj se është negative apo? Jo, shiko, negative nuk është tamam, po deri diku vlen, është gjë e mirë ajo. Se të jep kurajo. Ti motivim një gjë që të ndihmon moralisht, të ngren një çik kështu. Por shumë të ngret lart fare. Shiko, si çdo gjë tjetër më burr. Kaloj në vend që ka kështu që s'ka ajër dhe krijon turbulencë të madhe. Po, domethënë si çdo gjë më burr, si çdo gjë me karar. Po. Çdo gjë me mas. Kupton? Se po ka përcye caku pastaj, ajo do kthehet automatikisht në dëmin tonë. Kështu dhe kjo pjesa e lavdërimeve që mund ta bëjnë të tjerët. Pra si zgjidhje është se më pëlqeu shumë kjo pjesa që e zgjeruam kaq shumë, u futëm në degëzime ndryshme, veçanërisht kur dolëm edhe tek egoja dhe tek ndërgjegja. Pra ti si zgjidhje praktike i jep njerëzve që të pozicionohen në një ambient për pak minuta, të vepmuar dhe të bëjë gjë rezumen ditore. Do ndihmonte shumë ajo. Do ndihmonte shumë. Po nëse do e bëte javore për shembull, ose mujore. Po ai ma mend gjithë ato,
E mirë është të bësh një përqendrim aty dhe ti. Po nuk është e frikshme Alex për shembull që ti të pozicionohesh në një vend, ti je vetëm me veten, edhe të bësh gjë rezumen ditore. Për sa minuta për shembull mendon? Që ta marrim një shembull. Po tani shiko, mendimi është udhëton me shpejtësi maramendse. Nuk do shumë kohë. Mund ta bësh dhe për 10 minuta. Për 10 minuta. E marrim rast hipotetik për 10 minuta. A nuk është e frikshme të futesh ç'e quhet meditim kjo apo s'ka lidhje me të? Është një lloj meditimi apo jo, të kanë dalë termat e reja që po jo, ajo është meditim, praktika joge, gjënash, universi. Ti je kundër kësaj? Komplet kundra. Kundër kësaj është temë tjetër që ndoshta mund ta diskutojmë në vazhdim në podcaste tjera. Si ndërmend ato që kalove gjatë ditës, domethënë nuk është nuk ka ndjesi frike aty le të themi. Jo, pse frike? Është një llogari, siç bëjmë llogari për shumë gjëra tjera, do bëj këtë për të arritur atë. Po mirë, ja e bërë llogarin. Ke bërë 5 gjëra gabim le të themi. Çfarë do bësh? Do kritikosh veten ti? Do ulesh veten? Po, edhe ta kritikosh veten, pse? Shumë gjë e mirë, e shëndosh është ajo. Është shëndosh. Po siç të kritikon, pari ti të kritikosh veten tënde, Zot nuk do të vi të kritikoj tjetri, sepse do e kesh rregullu atë defekt. Çfarë do të gjej kritikoj? Është e vështirë për ta bë? Po, e tham. Egoja është ajo që po, do të zhvishemi nga egoja. Do të thotë atë e kemi të gjithë të pashmangur, e kemi të gjithë me ndryshimin pak apo shumë, po të gjithë e kemi egon. Duam t'i bëjmë çik qefin vetes, duam të na lavdërojnë çik të tjerët. Du me ra çik në sy. Du me tregu që un kam para të madhe këtu dhe ashtu që të më vinë në kushte rëndësi. Këto janë situata të smura pastaj. Prandaj që ta zgjidhë njeriu këtë çështje ta ketë mirë me veten e vet, do të jetë i sinqert, i vërtet me veten. Edhe kur e ka gabim ta pranoj, po isha gabim apo burr. Se ky është gjithë problemi, që ne s'pranojmë gabimin. E ka fajin ai, ajo, ata, ato, asnjëherë neve. Deri justifikimin, gjë e parë. Ai njeri pastaj nuk ka shans që të korrigjojë veten e vet asnjëherë, sepse nuk është as i sinqert, as i vërtet me veten e vet. Ktu mbi këtë bazë mund të ndërtoj pastaj karakter tjetri. Aty kupton edhe kollaj fare që çaj shërbet dhe çaj dëmton. Po mirë, nëse një njeri nuk e bën dot vetë këtë, a mundet të ekzistojë mundësia që t'ia bëj dikush tjetër? Për shembull një shok, një mik, gruaja që theti pa kuptuar njeriu më i afërt të kudion. Po, ekziston ajo. Vjen dikush që e shikon, e zbërthen, e skanon, analizon tipin, botën që ai ka. Po. Edhe të vjen me atë aftësinë e vet, me atë dëshirën e mirë. Kur reagon më shumë egoja? Kur ja bën ai vetes apo ja bën dikush tjetër? Dikush tjetër. Reagon më shumë më ashpër, po, më fort. Se thot ai nuk jam unë. Ajo është ai tjetri ky. Justifikon më shumë. Po, edhe aty nxjerr shpik gjona, mund të shpiki. Edhe thot ai më tha mu këtë sepse ka xhelozi për X gjë ndaj meje. Ti do e vlerësoj njëri nëse të vijë ta thotë diçka ty? Po patjetër, do të thotë faleminderit Biles. Po egoja jote nuk reagon? Nuk do reagonte? Do reagonte patjetër. Po do e mbysja, sepse po. Si do e mbysja? Duke mos i kushtuar rëndësi. A mund ta luftoni egon tonë domethënë? Si mund ta luftojnë? Duke i ignoru? Kur të vjen ajo që fillon e kërcet nga brenda ai njeriu i egos, se ne kemi dy palme. Qartë. Sapo e ndjen që po conohet, po se çohet dhe gjakun kokë aty në ato momente, ti e kupton që është ajo pjesa e keqe e jotja. Që po të fut ato mendimet, shiko, po pse ta tha ky këtë, e kishte me qëllim, po ishte xhelos për ty dhe deshe me të prish punë sepse ka zili e këto me radhë. E aty më këto iqi, mos i mendo, mos i kushto rëndësi, mos hap dialog. Mos diskuto. Largoje. Po të largoje menjëherë. Sa më shpejt ta largosh, aq më pak efekt ka. Derisa është është gjithmonë rezultative pozitive kjo? Po, duke qëndruar indiferent. Indiferentizmi ndaj këtyre gjërave, pjesës anës së egos të njeriut, ajo i jep zgjidhje direkte. Se varet ç'a do ujësh, cilën bish do ushqes që kemi nga brenda. Po e le pa ujë, po nuk i kushtove rëndësi, domethënë fillosh diskutosh, fitove. Ti me veten e ke realizuar ndonjëherë vet? Po deri diku e kam arritur dhon se e tham është e vështirë ajo, nuk ka rrihet kollaj. Të luftosh veten e gjë më e ke bër? E kam bërë dhe vazhdoj ta bëj. Vazhdon ta bëj. Po. E mban herën tënde të parë? Kur? Herën tënde të parë. Kur kuptova se si funksionon edhe ta kundërshtoja. Që realizove, po, që realizove.
Menjë e parë, se më menjërën e parë, kur fillova të kuptoj se si funksionojnë gjërat, jashtë edhe brenda nesh, aty kuptova pastaj që prit se pas kemi edhe një natyrë brenda nesh që na shtyn për keq, drejt keqes. Po se kur ishte para sa kohë ishte kjo se më mend tani, sa para sa vitesh. Nuk e mam mend si ndjesi për shembull ose si përvojë, se si çfarë hoqe ti, do sa të vështirë kishte. Është e vështirë dhe akoma kam të vështirë, sa do kohë që të kaloj. Vazhdon, është e vështirë vazhdimisht ajo. Po, sa herë që ti e provon, domethënë. Po, vjen ajo, do të godasi, ta mbush mendjen që je diçka që s'ka lidhje fare në realitet, edhe njeriu e beson, e han. Edhe ecën me atë ide. Po pse? Ke formuar karakter pa kuptuar. Si hanë, ndërkohë që ti e ke provuar 2-3 herë ose disa herë. Po, është ajo që vjen një moment që njeriu e lëshon veten. E lëshon njeriu, po vjen në forma ndryshme. Po mund të vijë në formë ndryshe, po problemi më i madh është kjo që lodhesh pastaj, duke mbajtur rezistenca, edhe lëshon veten. Mirë, do riu tani të zgjidh këtë. Sa më vjen mendje, babe bëj direkte sa të ta luftoj, krijoj ato përplasje brenda vetes. E realizon aty dhe flemenjen. Po ajo më nesër pastaj shtohet. Hiqet i pastaj, se puna pemës sa më shumë kalon, aq më shumë i shtrin ato rrënjët. Hajde shkulet i pastaj atë. Kurse fillimi e shkul direkt. Pra, më mirë me provuar dhe mos me rezultuar e suksesshme, por të ketë tentativa, se sa duke injoruar fare. Apo? Po, se direkt nuk ndodh ajo. Nuk ndodh direkt. Se ka shumë fuqi ajo më burr, po të them. Ajo ana e egos që neve kemi secili për brenda. Është shumë e fortë ajo. Njeriu po arrit të mundi atë, ai është hero pastaj. Kupton? Po e arriti të bëj atë gjë. Dhe nuk është e vështirë të pushtosh një vend. E vështira është pushtosh veten tënde. Sfida e madhe është vetja jonë, vëlla. Terreni është mendja. Lufta janë mendimet. Neve jemi në mes. Kemi mendime të mira, kemi dhe mendime të këqija. Mendimi i keq që thot mblidh sa më shumë para se nuk i dihet, të fut atë pasigurinë, atë të panjohurën se nuk i dihet. Mendimi i mirë është që të thot ke mjaftueshëm për të realizuar dhe për të përmbushur nevojat që ke. Po mirë, ja këtë dëgjon tani? Dëgjuan mendimin e mirë. Aty automatikisht qetësohet ai pastaj. Qetësohet. Gjen paqe. Nesër ndodhi diçka e papritur që ti nuk i përgjigjesh dot për shkak se nuk e marr te vendimin tjetër nga egoja që të ka thënë mbledh sa më shumë para. Po prap ajo mbetet risk, mbetet provë dhe ajo. Ti vërtet mund të kesh dëgjuar këtë anën e majt që mbledh se nuk i dihet. Po ti atje mund të kesh mbledhur para, po ti mund të kesh humbur shumë gjëra tjera pastaj. Gjë kjo që po të kishe dëgjuar këtë krahun e djathtë, mendimin e mirë, do i kishe shmangur të gjitha këto tjerat. Kupton, është të dyja risk mbeten. Por ti me tëndin një i qetë. Po mirë, nuk ka një mundësi që të marrësh pak te pak ande. Ajo është më e mira pastaj. Balancimi i gjërave. Rruga e mesme. Po pati balancë, zgjidhjen e ke me vete pastaj. Po ky është problemi që ne prishim balancën. Kalojmë në ekstreme. Ose ja var fare nuk përpiqem, ose i bëj gjithçka që të kem sa më shumë para. Të dyja janë ekstreme, duhet të jetë diçka në mes. Të kesh aq sa të duhen për ty, për bashkëshorten dhe për fëmijët. Po i plotësove këtë, je një njeri i realizuar, besoj. Po ajo është relative për çdo njeri. Ajo siçka është e kënaqshme dhe e plotësuar për ty, nuk është për dikën tjetër. Po këtu futet pastaj ajo që ti do dëgjosh ato shtyrjet që të bën egoja. Se ajo të shtyn që ti të kapërcesh, të kalosh aty ku realisht nuk ke nevojë pse të kalosh. Që dikush mund të ishte i kënaqur me djathtë bardh, dikush mund të ishte i kënaqur me djathtë kaçkavall. Po pra ne duhet jemi me këmbë tok. Të zbrezim që jemi në ajër, të mbledhim mendjen, që të zgjedhim rrugën e mesme më bër. Direkt me gjizë. Po, diçka në mes. Ajo zgjidhja. Alex, të falenderoj shumë. Realisht edhe unë se mendoja që edhe tema e dytë për ta thënë edhe për gjithë që na ndjekin, ne mendoja pak si me vështirësi, të paktën
pjesën e zhvillimit, se nga që shumë gjëra i prekëm në bisedën e parë, dhe duke u fokusuar vetëm tek paraja si një nga pushtetet që ka rrethuar njeriu, ose nga pushtetet kryesore, qeveritjet e tjera, mendova thash nuk do kemi siç ka të flasim edhe ta plotësojmë edhe të themi gjëra që realisht duhen. Po thash që do kemi për me Aleksin gjithmonë siguria, qetësia dhe dashamirësia që është mbi të gjitha ata kryesorja që siç i sheh gjërat me atë qetësinë e vet, do ta bëjmë dhe ja ku e bëmë dhe për këtë herë miqë dhe uroj që kjo bisedë të vijë sa më mirë tek ju. Kjo na bën mirë edhe ne kemi thënë këtë edhe. Patjetër, ja kujtojmë edhe vetes në këto gjëra. Pra, tu ne po e them shumë me Sidon, po ja bëjmë njëri tjetrit. Bëjmë pasa. Bëjmë pasa me njëri tjetrin edhe realisht unë e them për veten që më shërben. Është ai izolimi që ne e cekëm pak më parë që çdo kush mund ta bëjë edhe me veten e vet, por ne duke diskutuar me Aleksin, s'duam, i rikujtojmë disa gjëra vetes për të bërë një analizë të egos dhe ndërgjigjes. Se gjithë e kemi në pjesën tonë të jetës, ato luhatjet se ku më njanohemi ka raste që njëra ecën para. Po si shohim këto ne, i kemi lënë pas dore dhe pastaj themi, "O, pse na ndodhi kjo? Pse përfundova kështu? Pse jam këtu ku jam?" Këto pra janë. Këto që nuk kujdeset sistemit na i kujtoi që të fillojmë neve të korrigjojmë avash avash botën e brendshme, e të menduarit, e të vepruarit, e të gjitha këto që jemi vërtet njerëz të dobishëm në shoqëri. Po na mbush kokën me lloj-lloj plerash, lloj-lloj prallash, lloj-lloj tmerrësh dhe horroresh, aty që njeriu të jetë i shpërndar, ta humbasi që mos të punoj me veten. Ose më saktë të punoj, po nga e kundërta, si të shkatroj veten. Dhe të tjera, si po shkatroj veten ka shkatruar të tjerët. Po. Kupton? Prandaj mos prisni nga këto emisione që i gjoja janë me psikologë dhe psikoleshra që mblidhen aty. Pse psikologët nuk i thon këto Aleks? Po t'ishte zgjidhja atje, nuk do ekzistonin ata atje. Atje janë thjesht për ta bërë më keq, për ta koklavitur më shumë situatën, për të krijuar varësi tjetër. Po, që shko, këta janë ata që do japin zgjidhja asaj të romujës që un kam këtu brenda. Edhe vinë ata si shpëtimtarë tani. Çdo kush e ka në dorë vet. Miq, ju përshëndesim. Mbledhni veten, siç do donim edhe ne ta mbledhim veten, kështu që t'japim dorën njëri tjetrit. Kështu e kena thonë. Unë me Aleksin kam dhënë dorën, kështu që jepni edhe ju njëri tjetrit. Ju përshëndesim. Aleks, falenderoj shumë. Dhe unë gjithashtu. Mendojmë tani cila do të jetë tema e radhës. Pra pushtetin tjetër. Kush do të jetë pushteti tjetër? Ose mund të na sugjeroni edhe ju miq. Kush mund të jetë pushteti tjetër që njeriu, pra si krijesë, ka krijuar varësi dhe që e ka mbërthyer dhe s'po merr dot frymën dhe e ka shkatruar atë, ja ka dëmtuar atë të brendshmën që shef vetëm të jashtmen dhe që ka ndikuar keq edhe tek në krijimin e metastazës edhe tek njerëzit të afërt, por edhe në shoqëri. Ne pafshim